I nderuar zotëri, është shumë normale të krahasojmë pak familjet. Po, me qenë se di lakon familjen time ditë për ditë, unë kam këtë përgjigje për ty. Ti vën nga një kompleks i të mërshëm. Nga një kompleks patologjik si askush tjetër. Kujdo në jetë, i ka ndodhur ndarje, i ka ndodhur bashkime, i ka ndodhur fatkeqësi, i ka ndodhur burgosje për probleme familjare. Por çdo njeri në jetë, sa do traumat i ketë patur traumat dhe dramat, është përpjekur të gjejë në ordin, familja është vlerë kryesore e njeriut, e shoqërisë, e njerëzimit. Kjo nuk është për ty, zotëri. Tani, solemnisht para këtij parlamenti dhe shqiptarëve do të shtoj pyetjen. Cili është ai burr? Cili është ai burr? Çfarë burri është ai? Që bashkëshortën e vet e akuzon se ka fëmijë me tjatin e tij. Ashtu siç ka deklaruar, siç ka botuar dokumentat, ndihmësi i tij ndër më kryesorët, Erion Baze, në fletushkën e tij. Cili është ai baba? Zoti Rama, thuaju shqiptarëve, cili është ai baba? Që i mohon djalit kafshat e gojës? Çfarë do që këtë bërë djali, kafshata si mohohet? Aq për tepër kur ai ishte i vogël, i mitur. Zoti Rama, të ndodhi me bashkëshortët e parë, artistë e nderuar për cilin kam patur dhe kam respektin më të madh. Ç'o ndodhi pastaj? Cili është ai burr, cili është ai shqiptar, cili është ai ballkanas, cili është ai europian, që nxjerr gruan e tij lakuriq në plazhet e botës? A mund na thuash pak, zoti Rama? Ti që përmend familje çdo ditë dhe çdo natë? A e di ti që ajo është një nën, ajo është një motër, ajo është një bi, ajo është shqiptare, po të mos qe shqiptare, po të qe serbe, po të qe gjermane, po të qe franceze, italiane, si bëri kur ajo që ke bërë ti. Dhe ke fotografue. A e di ti që sot ajo shëtit rrugëve të Tiranës? Dhe ke nda. Cili e ti që lakon familjen çdo ditë, duke dëshmuar kompleksin e të mërshëm që ke, urrëtitjen patologjike që ke për familjen si të tillë? Ke akuzuar baben si baba të djalit. Ke akuzuar, ke nxjerr gruan lakuriq të plazhit të botës. Jemi shqiptar, po as jo vetëm kush, po këtë s'ka bërë kushkur. Zoti Rama, cili është ai burr i cili ngrihet nga shtrati i shoqes në kullën e Muslim 5 dhe shkon në shtratin e Dashit dhe të deshme dhe detyron të largohet natën e lëmëritur? Cili është ai burr? Zoti Rama, ke muaj të tërë që më lakon me diçka që unë kam krenari shumë të madhe. Dhe largohet prej teje, e lëmëritur, edhe ajo është një zonjë, edhe ajo është një motër, edhe është një vajzë shqiptare. Zoti Rama, ti që lakon familjen çdo ditë, a mund të më thuash cili është ai burr që rraf si kafsh në pjaca dhe i mbush hund me fytyrën me gjak bashkëshortes në praninë të personaliteteve shqiptare dhe kosovare? Je ti, s'është askush tjetër. Kjo është e vërteta. Zoti Rama, ke një nën të nderuar, për cilën kam patur dhe kam respektu. Mjeke, pavarësisht se vinte nga një background thellësisht kriminal në ndesës Pirokolex, e njëri prej xherrave, xhelatëve të intelektualëve shqiptar, por ajo vetë
s'kishte asnjë manifestim të tillë. Një ditë, kjo zonjë në ruar për cilën akoma kam respekt dhe kem, më bën një letër të hapur. Mendova, po neta, mirë, e shof, ja kishte shkruajtur i biri. Tani do t'i them zonjës, kam shumë respekt për ty, por do ishte në nderin tënd, në integritetin tënd. Tu tregosh shqiptarëve se e ke mjekuar djalin tënd Edi Rama 10 vjet për skizofrenin. Dhe ka mjeku kolegët e mi. Kja u thua shqiptarëve, kur e shef se ç'po u bën, dhe ç'përpiqet t'u bëj, dil ki kurajun si nën shqiptare, dhe ngriu mbi sentimentet, e një djali që t'ka nxjerrë me lecka nga shtëpia e tij me rroba gjumi në pazar. Dil. Sepse është një interesin tënd më të mirë. Po zoti Rama. Ky është koncepti yt për familjen. Urrejtja jote për familjen si çerdhe familjare. Përdore fatkeqen. Nënën e artistës së shquar për fushat elektorale. Më thanë se i ka dhënë një apartament, ta gëzoj, në qoftë se ka bërë këtë akt. Sepse Matilda ishte një grua mrekullueshme. Por ti për familjen, ti je një përbindsh. Ti je i pa shembull në këtë vend. Ti po të mos kishe frikë, mund të krye ndaj familjes si e tillë çdo lloj akti. Por me zeza ti ke bërë. Ku e ftyrë ti të përmendish familje? Mbi ç'bazë bazë bën këtë? Mbi bazën e urrejtjes dhe të kompleksi që ke për atë që ke shkatruar dhe din vetëm ta shkatrosh. Zoti Rama, këto ditë në Shqipëri urja dhesue Aldobare. Cili është raporti yt me botën e krimit? Po zotëri, me të gjithë politikanë shqiptar, ti je skllav i krimit. Je skllav i krimit. Pse ti je i vetmi politikan në sot në Shqipëri që je skllav i tij? Sepse ti je i kapur në mënyrë të tmerrshme dhe je më frikacaku. Ti se din mor zotëri se bandat vetëm guxim nuk kanë. As pak. Kurse ti je kaq i përzirë me to. E nise me Deniz Ginen. E nise me Deniz Ginen. E nise me afera shumë të fliqura. Deniz Gina u vrarë rrethim policie, duke mbrojtur me antitank. Në një kohë kur ishte por herë të vërtet më fal zonja. Po mori për burr vrasin e burrit parë. Kjo është e vërteta. I kemi disa, jemi shqiptar. Dhe ju dëshko që të kuptonte, ju desh ta psonte shumë që të kuptonte gabimin që ishte bërë. Zoti Rama, na thuj pak sa janë kilometrat e bisedave tua na shikun tënë, me cilë ti vodhe të gjitha kutit e votimit. Dhe të erdhi ambasadori Amerikan në atë kohë, i fitove tha me lamën, tha këto zgjedhje.